Skandali i rrët rondit politikën shqiptare. Raporti për arrestimin e deputetes Belinda Balluku ngre dyshime për presion ndaj dëshmitarëve dhe përfshirje të fortëve. Tiranë, një raport i parashitur këtë të martë nga anëtarët e opozitës në Këshillin e Mandateve, ka hedhur dritë mbi detaje të reja lidhur me kërkesën e prokurorisë së posaçme për arrestimin e deputetes dhe ish-ministres Belinda Balluku. Sipas dokumentit, prokurorët e SPAK kanë parashitur para kuvendit argumente që sugjerojnë se Balluku dyshohet se ka përdorur individ të njohur si të fortë, si dhe persona nga kabineti i saj, për të ushtruar presion mbi një dëshmitare kyçe në një hetim në zhvillim. Raporti thekson se qëllimi i këtij presioni dyshohet të ketë qenë ndikimi mbi deklarimet e dëshmitares dhe krijimi i një klime frike që do të mund të ndryshonte rrjedhën e hetimeve. Dy mekanizma presioni të identifikuar nga prokuroria. Sipas materialeve të përfshira në raportin e parashitur në Këshillin e Mandateve, prokuroria ka identifikuar dy forma kryesore presioni ndaj dëshmitares. Forma e parë lidhet me përdorimin e personave të njohur në zhargonin politik si të fortë. Këta individ, sipas raportit, janë aktualisht në verifikim për të përcaktuar nëse kanë lidhje me strukturat e krimit të organizuar. Forma e dytë përfshin zyrtar nga kabineti i ministres, të cilët dyshohet se kanë ushtruar presion administrativ dhe financiar ndaj dëshmitares. Në raport përmenden tentativa për shantazh me shkarkime nga puna, si dhe oferta financiare që synonin ndryshimin e deklarimeve dhe madje edhe ndërrimin e përfaqësimit ligjor të dëshmitares. Përgjimet e autorizuara nga gjykata. Sipas raportit të parashitur nga SPAK, pjesë e dosjes hetimore, janë edhe transkriptime përgjimesh telefonike të autorizuara me vendim gjykate. Nga këto përgjime, thuhet se dëshmitarja shfaqet e friksuar dhe e shqetësuar për presionet e ushtruara ndaj saj. Prokurorët argumentojnë se përpjekjet për të ndikuar dëshmin janë bërë përmes një kombinimi të presionit psikologjik dhe ofertave korruptive. Në dokument theksohet se këto elemente janë përdorur nga prokuroria për të mbështetur kërkesën për mas më të rëndë sigurie ndaj deputetes. Hetimet ende në zhvillim. Prokurori i çështjes, Dritan Prençi, ka deklaruar në raport se hetimet janë ende në një fazë aktive dhe se për shkak të sekretit hetimor nuk mund të bëhen publike të gjitha detajet e dosjes. Ai ka theksuar se hetimet po përshëndrohen jo vetëm tek zyrtarët e kabinetit të ish-ministres, por edhe tek roli i personave jo zyrtarë që dyshohet se kanë ushtruar presion fizik ose psikologjik ndaj dëshmitares. Një nga pistat kryesore të hetimit, sipas raportit, është verifikimi i mundshëm i lidhjeve të këtyre individëve me strukturat të krimit të organizuar. Një çështje me pasoja të mëdha politike. Kërkesa për arrestimin e një deputeteje dhe ish-ministreje të rëndësishme përbën një zhvillim me peshë në skenën politike shqiptare. Rasti pritet të diskutohet në kuvend, ku deputetët duhet të vendosin nëse do të japin autorizimin për procedimin penal ndaj Ballukut. Vendimi i parlamentit do të përcaktojë nëse hetimet e SPAK mund të avancojnë drejt fazave të tjera të procedimit penal. Ndërkohë, çështja ka ndezur debate të forta politike në Tiranë, duke u kthyer në një tjetër provë për institucionet e reja të drejtësisë dhe për mënyrën se si sistemi do të trajtojë akuzat ndaj zyrtarëve të lartë. Në një vend ku lufta kundër korrupsionit mbetet një nga sfidat kryesore të tranzicionit demokratik, ky hetim mund të shënojë një moment të rëndësishëm për besimin e publikut tek drejtësia.